Pjesa më e madhe e banorëve që janë larguar nga shtëpia kanë të shfaqur një mbështetje shumë të madhe për Luizin edhe në rrjetet e veta sociale. Do jemi në një nga ata njerëz që të shikojmë tek Instagrami Olta Gixharit #me Luizin. Ekziston. Kur? Seriozisht? Jo, mendoj që nuk do të mbaj qëndrim. Unë do doja shumë që Big Brotherin ta fitonte një femër. Që është? Dea Michelle. Ti, kur fole me Dorin në telefon, brenda në shtëpi, ai të tha diçka, luftën nuk e ke me Luizin, e ke me publikun, me vete dhe me publikun. E ndjeve të humbur lojën me publikun që vendose të dalësh? Jo, batuta decisive që mua në mendjen time i vuri pikën që unë do dal, ka qenë kur Dori tha Amari të shen televizor dhe përqafon televizori. Unë aty u ndjeva shkatruar komplet. A ishte momenti kur unë mora vendim dhe thash do dal. Dhe nuk e ktheva më. Si u ndjeve tani nga takimi që pate me djalin sot para se të dilje nga shtëpia? Po mora fort sepse Dori më tha që pak minuta para se të hyeti te dhoma surprizave, po thoshte mamin të dua shumë. Edhe kjo më dha shumë fort. Sot thej që Luizi do ketë një lojë të ngordhur tani që dole ti. Ja dhe fitore Luizit apo ishte një plan joti që Luizi tani do dobësohet më shumë me largimin tënd? Shika, unë është e vërtet që Luizi ma ka zbukuruar atë lojë siç ma ka shkatruar ditën aty brenda.